إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فندرم الله عز وجل حتى لفدرojmë Ati jemi mirënjohës, tek ai kërkojmë ndihmë dhe mbështetje, vetëm tek ai kërkojmë strehimin dhe mbrojtjen, ruajtjen nga çdo e keqe. Atij kërkojmë udhëzimin në rrugën e drejtë dhe jemi të bindur se atë që Allahu Azza wa Jalla ka udhëzuar në rrugën e drejtë, ai është i ndriçuar dhe i udhëzuar dhe askush nuk mund ta devijojë. Ndërsa atë që Allahu subhanahu wa taala e ka lënë humbje në errësirë për shkak të gjunafeve dhe me drejtsinë e Allahut Azza wa Jall, ai është i humburi dhe askush nuk mund ta sjellë në rrugë të drejtë veç Zotit subhanahu wa taala. Në udhëtimin ton drejt ahiretit, të gjithë ne pra besimtari nuk ecën në një rrugë të qetë dhe të zbrazët. Padyshim që kjo rrugë është e mbushur me sprova, fitne, pengesa, rreziqe. Besimtari dhe besimtarja vazhdimisht përballet me armiq të shumë dhe pengesa të shumta, të cilat synojnë ta devijojnë, ta dobësojnë dhe ta largojnë nga rruga e drejtë, nga qëllimi që i ka vënë vetes, që është kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala dhe fitimi i jetës së përjetshme në xhenetet e Allahut azza wa jall. Pikërisht në këtë kontekst, pra duke marrë parasysh se rruga jonë drejt Allahut subhanahu wa taala është e mbushur me pengesa, me armiq, është e nevojshme që besimtari ta njohë me kujdes çështjen e asaj që quhet el-isti'adha, kërkimi i mbrojtjes, ruajtjes nga Allahu subhanahu wa taala, që të ruaj nga pengesat, nga armiqt, mbi të gjitha nga shejtani i mallkuar. Pra, njohja e çështjes së isti'adhës, e cila do të jetë subjekti i këtyre hutbeve në vazhdim, dhe shqellimi i kuptimeve, i formulimeve dhe rregullave të isti'adhës, përbën një bazë të rëndësishme për të ndërtuar një vetdije tek besimtari dhe besimtarja, dhe një praktik të drejtë të adhurimit. Nuk mundet njeriu ta përkryejë adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala nëse nuk merr masat e nevojshme për të ruajtur, për të qenë i mbrojtur nga ndikimet dhe devijimet e armikut. Pra, përpjekjet e robit shkojnë në dy drejtime. Përpjekja për të adhuruar Allahun subhanahu wa taala, kërkimi ndihmës dhe udhëzimin te Zoti xhaleshanu. Dhe pjesa tjetër, marrja e çdo mase, seriozisht dhe sinqerisht, për të ruajtur nga ndikimet dhe nga devijuesit, të cilët janë të shumë në fakt. Kështu isti'adha, pra të thanurit a'udhu billahi minash shaitanir rajim, pra kërkimi i mbrojtjes tek Zoti xhaleshanu, nuk është një formulë që shqiptohet vetëm me gjuhë, por është shprehje një bindje të thellë për tauhidin, për njëshmërinë e Allahut subhanahu wa taala, e cila e forcon lidhjen e robit me Allahun xhaleshanu. E bën robin të vetëdijshëm që rreziqet me të cilat do përballet në këtë dynja nuk mund t'i përballojë me forcat e tij. Prandaj është i bindur dhe kjo krijon një bindje të fortë tek besimtari dhe besimtarja, që vetëm Allahu xhaleshanu e ka këtë forcë dhe ta jep këtë mundësi dhe këtë mbrojtje të domosdoshme. Pa këtë mbrojtje të domosdoshme nuk mund të ecësh rrugës i qetë. Do të jesh i ngarkuar, devijimet do të jenë të shpeshta, largimet do të jenë të papritura. Prandaj sqarimi i kuptimit të isti'adhës, formave të saj që kanë ardhur nga profeti sallallahu alaihi wasallam, themeleve me të cilat ajo ngrihet, dhe rregullave që lidhen me të janë çështje të domosdoshme që duhet t'i di besimtari. Dhe kjo është një temë që shpresojnë Allahu subhanahu wa taala të sjellë dobi në udhëtimin tonë drejt Allahut xhaleshanu. Prandaj, si fillim i këtij zinxhiri hutbesh, lidhje me kërkimin e ndihmës dhe mbrojtjes tek Allahu subhanahu wa taala, besoj që si fillim të sjellim cilat do të jenë çështjet kryesore që do të trajtohen në këtë hutbë inshallah. Së pari do të merremi me kuptimin e isti'adhës. Kur njeriu shqipton një lutje, një dua
Zotit subhanahu wa taala, dhe istiadha në fakt është dua, është lutje drejtuar Allahut xhaleshanu, do të jetë i vetëdijshëm dhe i qartë në ato që shqipton dhe artikulon. Jo thjesht të nxjerr fjalë nga goja, të cilat mendja nuk i kupton dhe zemra nuk mediton në to. Pra kuptimi i istiadhës, çdo thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim, madje çdo pjesë e kësaj lutje. Pra kuptimi i fjalës a'udhu, i fjalës pra Allah, kush është Allah subhanahu wa taala, pastaj i fjalës shejtan, çfarë është shejtani, çfarë përfaqëson, çdo thot rajim. Pra kuptimi i fjalës së istiadhës dhe kuptimi i përgjithshëm i saj. Së dyti, formulimet e ndryshme të istiadhës. Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka sjell në sunetin e tij, madje dhe Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, na ka sjell mënyra të ndryshme se si mund ta formulojmë istiadhën. Pra a'udhu billahi minash shaitanir rajim ose a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim, etj, forma të ndryshme të istiadhës. Jo më kot na ka mësuar profeti sallallahu alaihi wasallam. Se ato përfaqësojnë brenda tyre, kanë brenda tyre çështje shumë të rëndësishme. Siç do ta shijojmë dhe do ta shikojmë inshallah me lejen e Allahut subhanahu wa taala këtë lloj informacioni. Së treti, themelët dhe bazat kryesore të istiadhës. Pra që të ketë një istiadhë të rregullt, së pari do të flasim për atë që kërkon ndihmë, që është besimtari. Pra besimtari, kush është ai që kërkon ndihmë Allahut dhe si ja kërkon ndihmën? Së dyti, kujt i kërkohet ndihma? Ai kërkohet ndihmja dhe istiadhja, pra ruajtja nga gjërat e këqija, kërkohet me mënyrat e kësaj dynjaje, au kërkohet krijesave, au kërkohet kujt i kërkohet? I kërkohet vetëm Allahut subhanahu wa taala. Edhe këtu do të ketë një ndalesë të rëndësishme, sepse kjo është pjesë e tauhidit, besimit në një Zot të vetëm. Besimtari dhe besimtarja nuk kërkon mbrojtje nga gjërat e këqija dhe dëmtuese dhe dikush tjetër veç Allahut xhaleshanu. Gjithashtu, dispozita të istiadhës. Kur bëhet istiadha gjatë namazit, sepse dhe gjatë namazit e përdorim istiadhën. Kur është vendi i thënies së istiadhës? Po jashtë namazit, cilat janë rastet? Gjithashtu, rastet e përdorimit të istiadhës janë aq të shumta sa ndoshta do të habitemi kur të shohim se në sa raste të shumta profeti sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që të bëjmë istiadhë, të kërkojmë ndihmë Allahut subhanahu wa taala dhe mbrojtje dhe strehim. Cilat janë këto raste? Të cilat bën një edukat e muslimanit dhe muslimanes që ta përdor vetë për t'u mësoj dhe fëmijëve sidomos, pasardhësve, që të jenë të mbrojtur, të ruajtur nga sherri që në fakt është i shumëllojt. Dhe shpeshherë nuk mund ta shikosh me sy apo ta ndjesh me shqisa. Po është diçka e fshehur, sepse siç është shejtani i mallkuar i fshehur dhe ne nuk e shohim, nuk mund ta hetojmë punën që ai bën, po kështu është edhe kurthet e tij të tilla janë. Pra, edhe në fund do ta mbyllim pra me rrugët e shpëtimit nga ligëzitë e shejtanit mallkuar, cilat janë disa masa që i merr besimtari për të ruajtur dhe për të qenë i sigurt. Ja nisim sot o vëllezërit e mi dhe motra nderuara me kuptimin e istiadhës. Fillimisht merremi me kuptimin e fjalëve të istiadhës. Pra istiadha do thotë të thënurit a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Istiadha pra edhe një herë, kjo është formë. Kur themi istiadhe, çfarë ne kuptojmë? Këtë formulimin që na ka mësuar Zoti subhanahu wa taala dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Të thënurit a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Çfarë do thotë a'udhu? Awadha do thotë të kërkosh mbrojtje, ruajtje, strehim dhe ndihmë për të shpëtuar çdo të keqeje. Pra është një fjalë që thuhet kur thua a'udhu, po kërkon ndihmë dhe strehim, mbrojtje që të ruaj Zoti nga çdo e keqe që i druhesh. E keqe e dunjas apo e ahiretit, e keqe në veten tënde apo tek ata që i do dhe të duan. Kjo do thotë a'udhu. Me fjalën Allah, me emrin Allah subhanahu wa taala do të merremi më tej në hutbet në vijim inshallah, po vazhdojmë më tej me fjalët e këtij formulimi. Çdo të thotë fjala shejtan, gjithmonë kemi dëgjuar fjalën shejtan. Fjala shejtan, thon dietarët, ka dy mundësi prejardhje, ose nga shata jeshitu, ose shetana jeshtunu. Çfarë do thotë secila prej tyre për ta kuptuar fjalën shejtan? Nga fjala, nëse vjen nga shata jeshitu, që do thotë ai devion dhe shkatron zemrën e njeriut. Pra ti kërkon mbrojtje Allahut xhaleshanu të ruaj nga shejtani, i cili kuptimi çdo thotë, shejtan, sipas këtij kuptimi që tham, është ai që e devion dhe shkatërron zemrën e njeriut. Ti po kërkon mbrojtje tek Zoti që të ta ruajë zemrën tënde nga shejtani i mallkuar. Pra shejtani është ai që merret me zemrën tënde. Ai kërkon të të shkatërrojë zemrën.
dhe të prish çdo lloj qëllimi të mirë që ke brenda saj. Nëse vjen nga fjala shejtani yashtunu, që do thotë ai është larguar dhe dëbuar. Pra, shejtan, nëse lidhet nga ky kuptim, shejtani yashtunu do thotë që ai është larguar dhe dëbuar nga mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Pra shejtani është ai që është larguar shumë nga e vërteta dhe e mira. Gjithashtu, edhe e keqja që vjen prej tij shkon shumë larg dhe depërton shumë thellë. Pra sipas kuptimi që tham, kur thua a'udhu billahi minash shaitan, pra kërkoj mbrojtjen e Zotit prej shejtanit, do thotë kërkoj mbrojtje tek Allahu prej shejtanit që është larguar shumë larg nga e mira, nga e vërteta dhe nga mëshira e Allahut. Dhe e keqja që ai sjell është shumë e largët dhe ndikimi i tij është shumë i thellë në shpirt. A kupton çfarë thotë fjala shejtan, që të kuptosh ruajtjen e Allahut subhanahu wa taala nga kush, nga çfarë? Nuk është një fjalë goje shejtan. Është një armik që s'ndahet, që në momentin që del nga barku i nënës dhe del në momentin që jep shpirtin, të dorëzosh Allahut subhanahu wa taala. Pra, kuptojeni mish do thotë këto fjalë të istiadhes. Në këtë formulim, shejtani përshkruhet dhe cilësohet me fjalën rajim. Çdo thotë rajim, edhe kjo vjen me dy kuptime, ose me fjalën merxhum, ose me fjalën me kuptimin rajim. Kuptimi i parë do thotë rajim, pra me kuptimin merxhum, do thotë i mallkuar dhe i dëbuar nga mëshira e Allahut. Pra shejtani i mallkuar është i dëbuar dhe i larguar nga mëshira e Zotit. E dëboi Zoti nga mëshira e tij. Siç tha, ik prej aty, largohu. Fa innaka rajim, thot Allahu në Kur'an subhanahu wa taala. Pra ti je merxhum, i mallkuar, i larguar nga mëshira e Zotit. A mendoni vëllezërit e mi që një krijesë e tillë, që për shkak se nuk i ra në sejdë atit ton të parë Ademit alayhis salam, u largua nga mëshira e Allahut xhaleshan. Mendon se do të ketë mëshirë për ty, edhe për mua dhe për krijesat pra që quhen njeri? Ai është rajim, i larguar nga mëshira e Zotit. Së dyti, kjo mund vide me kuptimin rajim. Pra ai, rajim do thot ai që gjuan dhe dëmton viktimën. Pra ai që përpiqet të dëmtojë të tjerët përmes kurtheve dhe devijimeve që shkakton, duke i quar ata drejt shkatrimit. Pra rajim do thot ai që i dëmton të tjerët. Edhe kjo tregon natyrën e shejtanit mallkuar, përveç se është i larguar nga mëshira e Allahut subhanahu wa taala, ai synon që të largojë dhe të tjerët nga mëshira e Zotit. Ti godas dhe ti dëmtoj ata. Imam Samin al-Halabi ka thënë, "A'udhu" është të drejtuarit tek Allahu subhanahu wa taala për të kërkuar mbrojtje, strehim, ruajtje dhe ndihmë, me qëllim shpëtimin nga çdo e keqe. Ndërsa për fjalën shejtan ai thotë, shejtani është çdo rebel i pabindur dhe i keq, qoftë ai prej njerëzve, xhinëve, kafshëve apo çdo lloj krijese tjetër. Pra shejtani është përshkrim, është rebel i pabindur, nuk pyet për kufit e Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka kufi moral, mëshirë apo drejtësi që ta mbajë, s'ka kufi. Thot Imam Samin al-Halabi. Pra, shpesh ai simbolizon dhe një cilësi të shëmtuar dhe të keqe të karakterit tek njeriu. Pra nëse e përshkruajmë dikë një njeri me cilësi të këqija e themi shejtan. Ai është shejtan. Që do të thotë njerëzit e përdorin këtë fjalë për treguar cilësi të këqija të dikush, madje shumë të këqija dhe të largëta nga normaliteti. Istiadha pra është një formë mbrojtje dhe lutjeje për kërkuar ndihmën e Allahut nga çdo e keqe që vjen prej shejtanit të mallkuar, i cili simbolizon devijimin, mashtrimin dhe shkatrimin. Kjo thënie është një urdhër nga Allahu subhanahu wa taala dhe një mburojë për besimtarin ndaj sherrit të dukshëm dhe të padukshëm që vjen nga shejtani i mallkuar. Kalojmë tani te kuptimi i përgjithshëm i istiadhës. Sikur se tham, fjala shejtan në gjuhën arabe përdoret për të përshkruar çdo kryeneç dhe rebel të pabindur, qoftë prej njerëzve, xhinëve, kafshëve dhe çdo krijese. Allahu i madhëruar thotë: "Wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jinn yuhi ba'duhum ila ba'din zukhruf al-qawli ghurura." Dhe kështu thot Allahu subhanahu wa taala në surën An'am, çdo profeti i bëm që të ketë kundërshtar dhe armiq. Shejtan prej njerëzve dhe xhinëve. Pra sipas ajetit, shejtan ka jo vetëm prej xhinëve, por edhe prej njerëzve. Pra shejtani është përshkrim që tregon një devijim të madh tek njerëzit ose tek xhinët. Imam Tabariu thot, është i quajtur shejtan i larguar
çdo i rebeluar dhe i pabindur për njerëzve dhe për gjinëve, sepse cilësitë dhe veprat e tyre janë shumë të largëta nga cilësitë dhe veprat normale të llojit të tyre. Ata janë larg mirësisë, ashtu siç tregon dhe origjina e fjalës shejtan, që thamë është i larguari. Para nga fjala shatana e shtunu, që do thotë u largua dhe u dëbua. Shejtani është cilësuar dhe me epitetin rajim, i mallkuar, thot Imam Taberiu, vazhdon fjala e tij, sepse Allahu i lartësuar e ka dëbuar, larguar dhe styrgjunosur prej qiejve dhe prej lartësive të mëshirës dhe të lavdisë. Tefsiri Taberiut. Ndërsa Imam Ibn Kathiri thot, el-istiadhe është kërkimi i strehimit dhe mbrojtjes tek Allahu xhaleshan. Thënia a'udhu billahi minash shaitanir rajim mund të shpjegohet si kërkoj mbrojtje, strehim dhe ndihmë tek madhështia e Allahut, duke u mbështetur vetëm tek ai që të më ruaj nga e keqja e shejtanit, i cili është i mallkuar dhe i dëbuar nga mëshira e tij. Kjo shprehje pasqyron një lutje dhe kërkesë ndihme për çfarë? E para, shejtani të mos arrijë të më mashtrojë dhe të më devijojë nga rruga e drejtë. Pa ti kërkon ndihmën e Allahut për çfarë? Që shejtani i mallkuar të mos të largojë dhe të bëjë të devijosh nga rruga e drejtë e Allahut subhanahu wa taala, nga imani i pastër, nga frika nga Zoti xhaleshanu dhe bindja ndaj tij. Së dyti, ai të mos më dëmtojë mua as në fen time dhe as në jetën e kësaj dynjaje. Pra shejtani i mallkuar nuk është i kufizuar të dëmtojë vetëm fen, të dëmton dhe dynjan tënde. Pse? Sepse qëllimi i shërben mjet, është si mjet. Qëllimi për të larguar nga rruga e Allahut përdor edhe mjeti i shkatrimit të dynjas. Dhe thot Ibn Kathiri nga qëllimet e istiadhes që Allahu të ruaj edhe nga ndikimi i shejtanit edhe në dynjan tënde. Dhe e treta, kërkoj ndihmën e Allahut që shejtani të mos më pengojë nga zbatimi i urdhrave të Allahut dhe të mos më nxjisë dhe të më zbukurojë ndalesat e Zotit dhe haramet e tij. Pra, në një farë mënyrë Ibn Kathir, Allahu mëshiroft, na tregon disa aspekte të punës së shejtanit mallkuar. Çfarë synon në zemrën e njeriu? Kërkesa për ndihmë dhe mbrojtje tek Allahu i lartësuar buron nga vetdia që ka besimtari dhe besimtarja, se shejtani i mallkuar nuk mund të zbrapset dhe nuk mund të ndalet në veprimet e tij devijuese përveç se me fuqinë e Zotit. Allahu subhanahu wa taala, që Zoti i botëve. Edhe një herë, kjo vetdije duhet zerë vend në zemrat tona dhe kurrë të mos largohet. Shejtani i mallkuar nuk mund të zbrapset me asnjë lloj force, përveç se me ndihmën e Allahut xhaleshan. Është armik i padukshëm dhe nëse nuk e kemi këtë bindje, mendojmë se me forcat tona, me përpjekjet tona mund t'ja dalim ban, kjo është gabim. Pra, thot Imam Ibn Kathiri, kërkesa që i bëjmë Zotit, o Zot na ruaj nga shejtani i mallkuar, buron nga vetdia jonë se shejtani i mallkuar nuk mund të zbrapset me forcën tonë, por se vetëm me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Kjo duhet zerë vend shumë thellë në shpirtrat tonë. Kjo është një kërkesë për mbrojtjen absolute që e ofron vetëm Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ka nevojë për një mbështetje të plotë tek Zoti dhe për të kërkuar rrugët që ka caktuar Zoti për të mbrojtur. Pra mbrojtja jo nga shejtani i mallkuar arrihet vetëm përmes mënyrës që Zoti i ka caktuar. Nuk ka mënyra të tjera. Nëse kërkon të mbrohesh nga sherri i shejtanit përmes mënyrave njerëzore, asgjë nuk do bësh vetë se do t'ia shtosh edhe më shumë arrogancën atij të mallkuari. Dhe nuk e përdijetur karar dhe rahat as në dyja as në ahiret. Isjadja është një mburojë për besimtarin që vendos atë në kujdesin e Allahut dhe larg ndikimeve të shejtanit të mallkuar. Pra, isjadja është një akt i pastër për ulësie dhe mbështetje e plot tek Zoti i Madhërisht. Isjadja pra edhe një herë do thotë mbështetje e plot tek Zoti xhaleshan. Dhe kërkimi i mbrojtjes vetëse tek ai, largim nga forcat e tua. Disa dobi dhe urtësi të istiadhes. Njeriu, vëllezërit e mi, është një qenie e dobët. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa." Dëshiron Allahu subhanahu wa taala t'ju lehtësoj, pasi njeriu është krijuar si një qenie e dobët, thot Allahu subhanahu wa taala. Khuliqa al-insanu da'ifa. Allahu vetë thot në këtë ajet subhanahu wa taala, njeriu është krijuar i dobët. Gjithashtu, edhe shejtani i mallkuar është i dobët. Sepse është krijesë, si gjithë krijesat e tjera. Madje dhe kurthet e tij, sikur se thot Allahu subhanahu wa taala, janë të pafuqishme.
nëse lidhesh fort me Allahun xhaleshanu. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah." Ata që besojnë Allahun, luftojnë dhe përpiqen në rrugën e Allahut. "Walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut." Kurse ata që bëjnë kufër, luftojnë dhe përpiqen në rrugën e tagutit, shejtanit dhe çdo kujt që ndjek rrugën e shejtanit. Faqatilu awliya ash-shaytan. Luftoni kundër miqve të shejtanit. Inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. Sepse kurthi i shejtanit është i dobët, thot Allahu xhaleshanu. Pra, kemi të bëjmë tashmë përfitojë këtë betejë vëllezërit e mi, mes dy të dobëtve. Njeriu është krijuar i dobët. Edhe kejdu shejtan kanë da'ifa. Pra është i dobët. Përfitojë një betejë mes dy të dobëtve. Kush do fitojë? Do të fitojë ai që lidhet me një të fortë. Ai që ka mbështetjen e një të fortit, të pathyeshëm, të plot fuqishëm. Ai që mbështetet, Allahu subhanahu wa taala fiton në këtë betejë. Ndërsa në luftën mes dy të dobëtve, nuk ka fitore për njeriu në shkret, pa ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Në një përplasje të tillë, fitimtari do të jetë ai që kërkon ndihmën dhe mbështetjen e një të fortit. Dhe i veti që mund të japë këtë mbështetje kundër shejtanit të mallkuar, është Allahu subhanahu wa taala i plot fuqishëm. Armiqësia e shejtanit, o vëllezërit e mi, është e thellë dhe e pandërprer. Allahu i lartësuar thot: "Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innahu yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Shejtani mallkuar me të vërtetë është armiku juaj, thot Allahu. Është fjala e drejton Allahu ne subhanahu wa taala. Shejtani me të vërtetë është armiku juaj. Prandaj merreni për armik. Ai do të i fton ata që e pasojnë palën e tij për t'i bërë banor të zjarrit të nderzur fort. Pra ky je i synuar. Me pak fjalë, mesazhi i Zotit, je i synuar në jetën e kësaj bote. Shejtani është armiku jot, bëu gati. Ri gati për të qenë i kujdesshëm në përballjen me të, në luftën me të. Prandaj merre si armik, asnjëherë mos e merr si mik. Allahu musta'an. Sa të shumta janë aspektet që njerëzit e marrin për mik shejtanin e mallkuar. E marrin për mik, qoftë në mënyrën se si ndërtojnë jetën, çfarë i bëjnë hizmet, a pyesin as pyesin për halallin dhe haramin, a i zbatojnë urdhësat e Allahut xhaleshanu apo i lënë. Në të shumtën e rasteve, Allahu musta'an, e kanë marrë mik shejtanin e mallkuar. Kundër Allahut azza wa jalla që është i dashur i tyre. Allahu musta'an. Kjo betejë mes njeriu dhe shejtanit, o vëllezërit e mi, është e përhershme. Dhe zhvillohet në çdo çast dhe në kohë. Për të zbatuar armiqsinë e tij, shejtani i mallkuar ka ushtritë e tij të ligësisë. Dhe ai përdor me mjeshtëri ato. Madje ka dhe një përvojë të gjatë në përballjen me njerëzit. Ndërsa njeriu i çdo brezi, njeriu vetë në vetveten e tij, është biri i epokës së vet. Dhe nuk është se ka atë përvojë kaq të madhe siç e ka i mallkuar. Prandaj dhe është e domosdoshme të jetë i lidhur me Zotin subhanahu wa taala dhe të marrë atë ndihmën e tij. Në të njëjtën mënyrë njeriu ka nevojë për armë për të mbrojtur. Por me përvojën e tij të pakët, ai ka nevojë për mbështetjen e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj arma më e fuqishme e njeriu e kanë përmbledhur dietarët dhe thonë, është së pari dija e saktë dhe udhëzimi që vjen nga Zoti xhaleshanu. Pra dija e saktë rreth shpalljes jetës që vjen nga sipër. Shpallja është Kurani dhe Suneti i Profetit sallallahu alaihi wasallam. Dije e pastër rreth besimit, mënyrës se si adhurojnë Allahun, mënyrës se si kërkojmë mbrojtjen dhe ndërto dhe këto çështje që përflasim, pra si kërkojmë ndihmë tek Allahu xhaleshanu dhe mbrojtje nga shejtani i mallkuar. Gjithashtu, për kujtimin e Allahut është arma tjetër e njeriu dhe të qenë gjithmonë i vëmendshëm ndaj kurtheve të armikut. Asnjëherë mos e heqësh vëmendjen nga kurthet e tij, se janë të shumta dhe të gjithanshme. Dhe së treti, lidhja e fortë me Allahun subhanahu wa taala fuqiplot. Këto janë armët e domosdoshme të njeriu. Vetëm mëshira dhe ndihma e Allahut mund ta mbrojë njeriu nga kurthet e shejtanit dhe nga devijimi që vjen prej tij. Për këtë arsye njeriu duhet të mbështetet tek Zoti në çdo hap dhe në çdo veprim të tij. Para çdo pune dhe adhurimi, madje edhe para leximit të Kuranit, njeriu duhet fillojë duke thënë A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kërkoj mbrojtje tek Allahu që të më ruaj nga sherri i shejtanit të mallkuar. Kjo lutje jo vetëm që vendos njeriu në mbrojtjen e Allahut, por gjithashtu forcon lidhjen e tij me Zotin subhanahu wa taala dhe bën atë të vetëdijshëm për armiqsinë e shejtanit dhe për nevojën e domosdoshme që ke për ndihmën e Zotit xhaleshanu. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tregojnë se një ditë një adhurues i njohur, një zahid asket i njohur prej dietarëve musliman, Sheikh Abdul Qadir al-Jilani, që fatkeqësisht njerëzit e kanë kaluar kufirin në lidhje me të, siç e kanë zakon njerëzit devijuar. Pra ky shejх i nderuar, Allahu mëshiroft, u përball me një mashtrim të shejtanit të mallkuar. Ky i fundit, pra shejtani i mallkuar ju shfaq këtij njeriu të ditur, dhe në fakt jo më kohë shejtani i mallkuar i synon njerëzit që janë të ditur dhe të lartësuar në jetën e kësaj dhunjaje me dituri fetare. Sepse devijimi i një njeriu të tillë sjell devijimin e popujve të shumtë, të plot. Prandaj dhe ju vihet pas për t'i devijuar dhe për t'i larguar nga besimi, përmes lloj-lloj kurthesh. Cili është i kurthi që bëri shejtani i mallkuar me këtë njeri, me këtë dietar të zgjedhur? Kështu e mendojmë tek Allahu subhanahu wa taala dhe Allahu e di fshehtësinë e tij. Pra, ky i fundit ju shfaq, shejtani i mallkuar ju shfaq Abdul Qadir al-Jilanit mbi një fron të madh, pra një vegim ju shfaq dietarit, shejtani i mallkuar ju shfaq në një fron të madh dhe të mbuluar me një dritë mashtruese. Duke i thënë, bjen në sejdë para meje, sepse unë jam Zoti yt. Të kam shliruar nga çdo detyrim fetar. Tashmë ti je i lirë, ka arritur gradën më të lartë të besimit. Sheikhu, Allah më mëshiroft, e pa me kujdes dhe ju përgjigj. Ikhse, ja adu Allah, ja la'in, u poshtërofsh o i mallkuar. As profeti Allahut nuk u shlirua nga detyrimet dhe adhurimet në jetën e kësaj dhunjaje. Dhe si do të shlirohem? Do të shlirohem unë nga detyrimet fetare në jetën e kësaj dhunjaje? Sepse Allah i madhëruar i tha atij: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Adhuroj Allahun derisa të vi vdekja. Pra kjo është ajo që na mësoi Zoti subhanahu wa taala. Menjëherë drita mashtruese u venit dhe u shua dhe froni u zhduk në errësirë. Shejtani u drejtua shejhut dhe i tha: "Të shpëtoj dituria jote." Subhanallah. Hilet e tij janë të çuditshme. Nuk e arriti përmes atij mashtrimit të parë, nxori të dytën, të shpëtoj dituria jote, për të nxitur mendje madhësim, që unë jam njeri i ditur. Fitova ku në përballje me shejtanin me diturinë time. Por jo me këtë shejh të nderuar, i cili e di shumë mirë që çdo gjë vjen nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe robi është i pafuqishëm. Vetëm ndihma e Zotit shpëton në të tilla raste. Çfarë i thot? Shejhu i mbushur plot devotshmëri dhe për ulësi për Allahun subhanahu wa taala i përgjigjet: "U poshtëroft o i mallkuar." Ikhse ja la'in, edhe një herë. U poshtërofsh o i mallkuar. Nuk shpëtova nga kurthet e tua përmes diturisë time, por me mëshirën dhe bujarinë e Allahut. Kaq fjalë mjaftojnë si mesazh për të kuptuar se njeriu nuk mund ta mposh shejtanin e mallkuar ndryshe, por vetëm me mbështetje plot tek Allahu subhanahu wa taala. Padyshim, dija fetare, njohurit kanë rëndësi, se në këtë rast ai dinte shumë mirë që nuk shpëton nga detyrimet fetare derisa të kalosh tek Zoti subhanahu wa taala. Kjo është dije që duhet ta marrë çdo besimtar, kjo është arma e besimtarit. Por megjithatë besimtari nuk mbështetet vetëm diturinë e tij, por mbështetet në çfarë? Në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe gjithmonë nuk e heq vëmendjen nga nevoja që ka për Zotin e tij. Edhe një rast tjetër, një histori na tregohet, vjen nga Imam Taqiyuddin as-Subki, bashkë me të birin e tij, Tajuddinin. Imam Taqiyuddin as-Subki i drejtohet djalit të tij, Tajuddin, dhe jep një këshill të vyer dhe një mësim të thellë dhe të hollë. Ai i thot: "O birim, nëse gjatë rrugës duke ecur diku në një stan të lëshojnë dhe sulmojnë qend, çfarë do të bësh?" I biri përgjigjet: "Do t'i gjuaje me gur, me dru, me çfarë të kisha në dorë." Imami vazhdoi të thotë: "Po nëse ata vazhdojnë të sulmojnë dhe nuk të shqiten?" Ai thotë: "Do të merrja çdo lloj mundësie përsëri t'i gjuaje me gur, të ngjitesh ai në vend të lartë, etj. Tha zgjidhjet e tij. Pastaj përsëri imami kërkoi dhe vazhdoi: "Po nëse vazhdojnë dhe nuk të shqiten, çfarë do të bësh?" E kuptoi i biri që donte një mesazh i ati për t'ia dhënë dhe i tha: "Më mëso baba im, çfarë të bëj?"
Si mendon se është zgjidhja? Atëherë i thot, i dha këtë këshill Imam i nderuar. Thuaj me zërin më të lartë: O i Zoti i qenve, ndali qenë të tu prej meje. Me këtë thirrje shpëton nga qend, nga gurët dhe nga lodhja që shkakton lufta me ta. Urtësia është e qartë. Në përballjen me të mallkuarin, nuk ka kuptim që të tregosh forcën tënde dhe të marrësh ti masat, të tregosh muskujt, edhe forcën që ke ti, me dru apo me gur apo me fuqinë tënde njerëzore. Thjesht drejtoju Zotit që i lëshoi litarin atyre qenve dhe të erdhën të sulmuan. Urtësia është e qartë. Ndodh në një gjë pa lejen e Allahut subhanahu wa taala, në jetën e kësaj dynjaje dhe në ahiret, asgjë nuk do të pa lejen e tij. Nëse ndodh diçka dhe të sulmon diçka e keqe, e çfarëdo kategorie i qoftë ajo, thjesht drejtoju Allahut subhanahu wa taala që ka në dorë frerët e gjithçkaje. Depot e mirësive, madje edhe të keqen e ka në dorë Zoti xheleshan. Frerët e saj janë në duart e Zotit subhanahu wa taala. Nuk ka kuptim të tregosh forcën tënde sepse do lodhesh, nuk do të arrish asgjë. Por kërkoj ndihmë tek Zoti xheleshan. Ashtu si në këtë urtësi, kur përballemi me sulmet e shejtanit, nuk mund ta mposhtim atë vetëm me përpjekjet tona të kufizuara. Mbrojtja jonë e vërtetë është lutja dhe kërkimi ndihmës prej Allahut të plotfuqishëm. Duke drejtuar atij si një rob i përulur, njeriu gjen mbrojtje, shpëtim dhe qetësi shpirtërore. Ai lut Allahun subhanahu wa taala na ruaj nga sherri i shejtanit mallkuar, nga çdo lëgësi që na largon nga rruga e tij dhe nga adhurimet e Allahut subhanahu wa taala. Së fundi çoni salavat për profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.